Ministra e Financave Gordana Dimitrievska Koçoska duke folur sot për një grup të punonjësve të klinikës për fëmijë të cilët kanë ngelur pa kontrata pune, tha se dikasteri që ajo drejton jep miratim në bazë të mjeteve të disponueshme të çdo institucion. Ajo tha se vitin e fundit për këtë klinik janë dhënë miratime për punësime në kohë të pacaktuar për 38 persona. Sipas saj, janë miratuar edhe disa avancime të tjera dhe shtoi se ministria nuk mund të jap miratime për punësime vetëm për këtë klinik, por duhet të shohin edhe nevojat e klinikave të tjera. Kur bëhet fjalë për miratime për punësime, nuk bëhet fjalë për mjek dhe personel mjekësor dhe atë nëse e pyesin drejtorin le të nxjerrë miratimet që të shohim nëse nga Ministria e Financave deri më tani ka qenë i refuzuar për mjek dhe personel mjekësor. Madje edhe avancime kanë vitin e fundit. Ka pasur shumë avancime posaçërisht për mjek, avancime ka pasur edhe për motrat medicinale. Sa i përket personelit teknik, duhet të bëhet harmonizim në përputhje me atë që është në dispozicion në aspektin e mjeteve. E pyetur në lidhje me kontratat e këtyre punëtorëve, ministria tha se për këtë çështje duhet të përgjigjet drejtori se si kanë shkuar ata njerëz në punë pasi nuk kanë pasur kontrata. Unë nuk njoh dikë të atill që të shkojë në punë ndërsa të mos ketë marrëveshje. Pyesni drejtorin, ai duhet ju përgjigjet në këtë pyetje. Kujtojmë se rreth 50 të punësuar në klinikën për fëmijë në Shkopi javë më parë protestuan para Ministrisë së Financave pasi nuk kanë marrë paga 5 muaj, ndërkaq Ministria e Financave nuk ka dhënë pëlqim për vazhdimin e kontratave të punës.